të dalur nga ky Ministre, gërsh me gjithë politik. respektin, këtë pjesë e dëgjova veç që thash si koment, po më interesat po nëse thot rezervat koment- shtetërore, a keni një koment se si një proces i rezervave shtetërore kualifikohet se këtë shtetëror e ndërkohë komunikohet në WhatsApp. Edhe përfshirë dikush që s'ka të bëj fare me institucion. Zoti A i Çollaku dini se burimin e këtij, unë se di për çka e keni Paparazzi fjallën. ka raportuar dhe po duket që është e nxjerrur nga organi hetuesisht një lloj komunikimi. pjesa Kështu që aktakuzës. Sa aktakuza ka dhe Po. mesazhet. Që flitet. Kjo është punë e drejtësisë, besoj se nuk kam ministre, asnjë po koment, flasim për një- sinqerisht nuk kam asnjë koment pa e ditur se ju Jo, betohem s'ki që nevojë nuk me ditë që ti lexojmë na që dën. po kthehem vetë mirë po Sipas jush për rezerva shtetërore, domethënë të përfshihet dikush që s'është fare pjesë e institucioneve. Edhe sheni aty në biseda ndër tjera, ai Ridvani famshëm i thot ministrës, nuk kam shumë kohë marrë me këtë temë se kemi çështje më të rëndësishme. Pra do i fol për rezerva shtetërore. Belën vje keq, në një moment ish ministra i thot, o vllana parti kem qita e nisa një të shau ka ndodhur. Nëse ju kujtohet ma herët kur thash në ka mungu kuvendi dhe ka mungu përballja në kuvend edhe diskursi ka degradu në këtë nivelin që është fol me përfaqësues të opozitës edhe në nivel të studiove televizive. Kjo ishte çfarë kisha fjalën. Ne jemi këtu në prag të zgjedhjeve të dyta pas 5 muajve. Ne jemi këtu për të fol jo vetëm për çfarë ka ndodhur, më shumë kisha dashur të folim se çfarë do të ndodhë, edhe çfarë kemi bërë edhe çfarë do të bëjmë, ndërsa ju insistoni për diçka për të cilën ne të dy të them që as nuk për të cilën jo veç që s'ka të bëjmë me ne, po për të cilën as nuk e dim